Ministria Spanjolle për të Drejtat e Konsumatorit sa të hënën se kishte urdhëruar Airbnb të tërhiqte më shumë se 65.000 oferta për qira pushimesh nga platforma e saj, duke thënë se ato shkelin rregullat ekzistuese. Qeveria spanjolle, si dhe këshillat e qytetit dhe autoritetet rajonale, ka nisur një operacion të përgjithshëm ndaj shtëpive me qira që ofrohen për turistët përmes faqeve të tilla si Airbnb dhe Booking.com, të cilat shumë spanjoll thonë se po krijojnë overturizëm, po ngushtojnë mundësinë e gjetjes së banesave dhe po i bëjnë qira të papërballueshme për vendasit. Shumica e ofertave të listuar në Airbnb që do të bllokohen nuk përfshin numrin e licencës, ndërsa të tjerat nuk specifikojnë nëse pronari ishte një individ apo një korporac, tha ministria në deklaratë. Ministri i Konsumatorit Pablo Bistindui ka thënë se qëllimi i tij është të jap fund mungesës së kontrollit dhe palishmërisë së përgjithshme në biznesin e qirave të pushimeve dhe të favorizojë aksesin në strehim dhe të drejtat e konsumatorit. Kryebashkiaku i Barcelonës ndërmori masën më të vështirë të Spanjës deri më tani në qershor të vitit të kaluar, kur urdhëroi një ndalim të plotë të qirave të shtëpive turistike deri në vitin 2028.